Aratia Aldo Avdylajt i shpallur në kërkim nga SPAK pas operacionit të 2 tetorit që goditi grupet kriminale të Aleksandr Lahos, apo i quajtur ndryshe Rumi Shiakut dhe Astrit Avdylajt, përfundoi mëngjesin e sotëm. 37 vjeçari u arrestua nga forcat Renea dhe policia e Durrësit në një apartament pranë kopshtit zoologjik në Tiranë, ku fshihej prej disa ditësh. Avdylaj akuzohet për vrasje me paramendim për akmarrje, pastrim parash dhe armëmbajtje pa leje. Sipas SPAK, ai ka bashkëpunuar me Astrit Avdylajn, grupin kriminal që qëndron pas vrasjes së Etlir Bregut në vitin 2021 në Durrës. Hetimet e bazuara në komunikimin e platformës Sky ECC zbuluan se urdhri për vrasjen është dhënë nga Astrit Avdylaj, pasi Bregu kishte tentuar më parë të eliminon të Aldën. Ekzekutorët të dyshuar janë Alfred Doga, ende në kërkim, dhe Ermir Dedja, i cili u vranë në maj të vitit 2025. Në përgjime, Aldo dëgjohet duke thënë se unë vras 10 vetë nëse thua ti, frazë që tregon hierarkinë dhe mënyrën e funksionimit të grupit. Ai rezultoni përfshirë në biseda me Rumin e Shiakut dhe tjetërstime pronash në gjirin e Larksit. Operacioni Ghost, që çoi në arrestimin e tij, u zhvillua pas informacioneve operative të policisë, e në apartamentin e tij ku fshihej u gjet një armë zjarri me municion luftarak. SPAK ka sekuestruar gjithashtu 11 pasuri dhe sipërfaqe prej 254.000 metra shkatror me aktivitetin kriminal të grupeve. Materialet për Aldo Avdylajn ju referuan SPAK-ut për veprime të mëtejshme hetimore.